Njën nga 24 personat arrestuar në kuadër të operacionit antidrog të zhvilluar nga Prokuroria e Breshqas dhe SPAK është edhe oficeri antiterrorit Igli Agjiaj. Sipas burimeve të MCN, ai akuzohet për nxjerrje të sekretit hetimor, shpërdorim detyre dhe korrupsion. Dyshohet se veprat penale i ka konsumuar gjatë kohës që ushtronte detyrën si punonjës i forcës operacionale, ndërsa është arrestuar me urdhër të SPAK. Referuar mediave italiane, selia e grupit dyshohet se ndodhe në Shqipëri, por me deg të vendosur në Itali. Drograt, kryesisht kokaina, mësohet se importohen nga Amerika e Jugut përgjatë rrugëve tregtare të porteve kryesore të Evropës Veriore dhe më pas transportoheshin në Itali të fshehura në automjete. Hetuesit italian vlerësojnë se mbi 1300 kg lëndë narkotike u transportuan dhe më pas u shpërndan në të gjithë Italinë përmes 6 bazave logjistike të ngritura për ruajtjen dhe shpërndarjen e dërgesave. Sipas autoriteteve italiane, fitimet e konsiderueshme dorëzoheshin drejtuesve të organizatës përmes korrierëve të ngarkuar me transportin fizik të parave, shpesh të rekrutuar nga shoferët e autobusëve që operonin në rrugën Itali-Shqipëri. 10 anëtar të grupit janë arrestuar, tashmë në flagrancë janë sekuestruar mbi gjysmë milioni euro në para të gatshme, 10 automjete, një pistolet gjysmë automatike dhe 130 kg kokainë dhe heroin. Sipas vlerësimeve të hetuesve, droga e sekuestruar gjeneroi një fitim të palishëm prej afërsisht 12 milion eurosh. Lidhur me operacionin ka reaguar edhe SPAK, ku nga 24 persona për të cilët është vendosur caktimi masave të sigurimit, arrest me burg dhe arrest në shtëpi nga autoritetet italiane, është verifikuar se 6 prej tyre ndodhen në Shqipëri, 3 prej të cilëve janë arrestuar. Sa i përket oficerit të policisë, SPAK sqaron se ai ka kërkuar përfitimet të parregullta monetare në këmbim të zbulimit të dhënave sekrete, si dhe ka kryer veprime dhe mosveprime të mëtejshme në kundërshtim me ligjin që përbëjnë mospërmbushje të rregullt të detyrës.